إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله يستندروار الله سبحانه وتعالى neve na ka krijuar që njemi ata që gabojnë dhe kemi mundësi që ne vepra të mira të bëjmë, por njeriu sado qoftë që të bën vepra të mira, sado qoftë që njeriu të përpiqet dhe të adhuron Allahun subhanahu wa ta'ala, por si njeri ka për të rënë në gabime, si njeri do të bën gjuna Allahut subhanahu wa ta'ala, për shkak se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka krijuar njeriu kështu. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në hadith kudsi: Ja ibadi, o robët e mi, sa do qoftë që ju të gabojni, ju që të shkelni normat e mia, natën dhe ditën, unë do t'ja u fali juve mëkatet dhe fastaghfiruni aghfir lakum, kërkoni falje prej meje se unë ai jam që ja u fali juve mëkatet. Prej mëshirës të Allahut subhanahu wa ta'ala është se na ka zbrit libër dhe na ka dërguar pejgamber. Mes librit Allahut subhanahu wa ta'ala na ka treguar cilët vepra janë ata të cilët ne mes atyre veprave gjunahet tona, mëkatet tona i fshin dhe na shndrohen në sevape. Mes haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na ka treguar pejgamberi alaihi salatu wasalam që ka vepra nëse ti i vepron, ato veprat janë të cilat të lëshin mëkatet apo gabimet që i ke bë nëse janë prej gjunaheve të vogla. Në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kemi filluar nga Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhuma, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vepra të cilët tri vepra që e shkatrojnë njeriu, tri vepra të cilat e shpëtojnë njeriu dhe tri vepra të cilat janë shkak dhe sebeb që ti të pastrohesh prej mëkateve tuaja dhe tri vepra të cilat janë që të ngritën shkallët në xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Veprat janë të shumta, ata të cilët janë shkak dhe sebeb që të fshihen gjunahet tuaja. Ato të cilët janë gjunahet të vogla që dalën prej gjuhës tonë, prej syve tonë, prej veshëve tonë, prej duarve tona, prej këmbëve tona, por nëse është mëkat prej mëkateve të mëdha, patjetër ai njeri duhet të ndalet dhe të pendohet te Allahu subhanahu wa ta'ala dhe t'ja jap besën Allahut që ai më nuk ka me përsërit atë mëkat. Mëkatet e mëdha patjetër tobe, pendim te Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: nëse ju largoheni prej mëkateve të mëdha, prej atyre të cilët ne ju kemi ndaluar juve, Allahu subhanahu wa ta'ala nukaffir ankum sayyiatikum, e sa i përket gjërave të vogla, ative mëkate të vogla, ne ju fshim juve ative mëkatet dhe juve ju vendojmë, ju shtim në xhenetin e Allahut në një vend të ndershëm të mirë. Kjo është premtim për anës të Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili nuk e thëm premtimin, por a ka kush kthehet dhe pendohet te Allahu subhanahu wa ta'ala? A ka kush kujdeset që mos t'i shkeljen normat e dinit të Allahut? A ka kush ndalet dhe mendon para se të vendos diçka, para se të vepron, që ai të ndalet që a është kjo, a është kjo vepër që i hidhroi Allahun apo jo?
Nëse ti sinqerisht pendosh te Allahu, pa më parasysh çka do të jenë mëkatet tuaja dhe gjunat tuaja, vetëm i kthesh Allahut subhanahu wa taala sinqerisht dhe përmeson jetën tënde, veprimet tuaja, Allahu subhanahu wa taala të pranon. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima." Përveç atyre të cilët bëjnë tobe, do thot, njeriu pa marrë parasysh çfarë do mëkati bën, por momentin ai kur pendohet dhe kthehet te Allahu subhanahu wa taala, wa amana, dhe i beson Allahu subhanahu wa taala, wa amila salihan, wa amila amalan salihan, dhe bën vepra të mira, e këtu Allahu subhanahu wa taala mëkatet e tij ja shndron në sevape. A ka dikush tër jetën, ke bo mëkate, 10 vite, 15 vite, momentin ti kur pendosh të Allahu sinqerisht, ja je besën Allahu subhanahu wa taala, ato të shndron në sevape. Kush ta bën këtë? Askush përveç Allahu subhanahu wa taala, se Allahu subhanahu wa taala është qefal dhe është i mëshirshëm. Allah ka rahmetin e gjanë. Allahu subhanahu wa taala mëshiron. Ne jemi njerëz që shpejtojmë, ne jemi njerëz që harrojmë, ne jemi njerëz që mbam hidhrimin ton, por kjo këtë ndodh prej vërashtisisë së zamrës. Kretë kjo ndodh kur ne pak e lexojmë Kur'anin. Kretë kjo ndodh kur ne pak lexojmë prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ndodh kur ne pak lexojmë jetën e sahabeve radhiyallahu anhum. Nëse ne lexojmë Kur'an shumë, nëse ne lexojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë, nëse ne lexojmë jetën e sahabeve radhiyallahu anhum, ne edhe zemra jon do të zbutet, edhe inati jon do të tretet, por mëshira jon do të aktivizohet mes besimtarëve dhe muslimanëve. Forca dhe guximshmëria në momentin kur duhet, aty ku të ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aktivizohet. Këto mirësi i ke vesh në Islam. Këto knaci i ke vesh dinin Allahut subhanahu wa taala. Hadithi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është që 3 vepra të cilat t'i fshin mëkatet tuaja, në këtë hadith që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pritja e namazit deri namaz tjetër. Dhe përsosmëria e abdestit në kohën e vështirë. Dhe ecja, shtimi i hapave, shumimi i hapave gjatë shkuarjes në xhami. Do të thotë janë 3 vepra të cilat janë vepra gjithë kanë të bëjnë me namazin. Pritja namazit e namaz tjetër, marrja abdestit komplet ashtu si duhet, dhe shtimi i hapave për me shku në xhami. Pse këto 3 vepra, me prit namazin, me marr abdesin, me i shtu hapat për në xhami, pse këto 3 kaq njëra pas tjetrës? Pse këto ikonën që ti fol kanë mëkatet, ti fshin gjunahet tuaja? Për shka kanë të bëjnë me një shtill prej shtillave të dinit. Kanë të bëjnë me namazin. E prej kësaj kuptohet që namazi ka opozit madhe te Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye o xhallar, i japë rëndësi çështës së namazit. Për këtë arsye namazi ka përparësi për çdo sendit. Namazi është shtyllë e cila me to pranon veprat dhe pa to të asgjëson veprat. Kjo është kënd që do të futesh xhenetin e Allahut. E i ka lidh këto 3 vepra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur të mendoj njeriu që duke prit namazin tjetër, më shihen gjunahet. Duke marr abdesin, kur të marr të një të marr abdes, dhe ndalna gradualisht, meditoj në gjymtyrët e mia kur marr abdes. Kur t'i loj duart, kur t'i loj ftyrën, kur t'i loj këmbat, kur të marr mes. Gjithë këto të ndalesh, të jesh preciz në këto pjesë të gjymtyrëve që është obligim me marr abdes. Dhe pastaj duke ecë në xhami dhe ti mediton në ato hapa tuaj ku i ngre këmbë dhe ecës dhe përgatitës dhe vesh teshat, ban plan cilët tesha më të mira ti veshish, ban plan që çarapët që i ke mbajt gjatë ditës mos të shkosh me ato çarap në xhami. Dhe parfimosesh, drejtohesh që njerëzit, shokëve, xhamatit, dashamirëve
që kur t'ju afrosh afër në saf që të vjen aroma e mirë. Kur të vjesh xhami i rregullon këpucat i vën vendin e vet. Kur të vjesh xhami shikon nëse ka në mbeturi apo diçka e pastron. Gjatë rrugës e ul shikimin. E kujdesesh që dëgjimi jot të jetë në nivel, mos dëgjon diçka që e hidhron Allahu subhanahu wa taala. Gjua jote mos të fol diçka që e hidhron Allahu subhanahu wa taala. Dhe to tre veprat janë të cilat lidhen gjithë me namazin. Që njeriu prej kësaj kur ta kupton çfarë vlere, atëherë zamra jote lidhet me xhamin, me shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, që thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, a dëshironi që t'ju tregoj për një çështje e cila ju fshin juve gabimet e juaja dhe ja ngrit shkallët në xhenetin e Allahut? Sahabët radhiyallahu anhu ka thonë, po ja Rasulullah. Sahabët janë kon kurreshtar, cila vepër është që t'i fshin gjunahat dhe cila vepër është që t'i ngrit shkallët në xhenet. Do të thotë që edhe gjunahat fshihen, po edhe ti grada jote ngritet lart në xhenet. Ka thonë, po ja Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që marrja e abdestit në kohët e vështirë, kur është toft, kur jenë borë, kur është minus, merr të marrësh abdest dhe e përsos abdestin. Dhe hapat të shumta për të ecur në xhami, me shku me fal namazin me xhamat. Dhe pritja e namazit deri namaz tjetër, ka thonë, dhalikum ribat. E ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kjo ribat, gjuhën arabe është njeriu i cili kur është në luftë dhe është në pikën e frontit dhe ruan frontin, on roje. Dhalikum ribat. Do thotë, këto tre vepra janë njësoj rolin e një muslimanit i cili ka dalë në front dhe ruan pikën e vetë, mos ta shkelja armiku pikën e tij. Mos ta shkelja kufinin të jenë në kufinin e tij. Do të thonë që me u kujdes për këto tre veprat është sikur një mujahid i cili është në front dhe ruan pikën e vetë që mos të sulmohet nga pika e tij. To janë do të veprat të cilat ti fshin gjunahat, ngritën shkallët në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Ke ponse ambienti i hyrjes vetëm në xhami është një qetësi e jashtëzakonshme. Është që qetësohet shpirti, lirohet gjoksi, fillon një kënaqësi të veçantë ta ketë njeriu kur të ulet në xhami, pa marrë parasysh çfarë do xhamia. Dje ishim një vizit dikun dhe në atë punëtorinë e tyre kanë një mesxhit të vogël shumë klasike. Ishim me një xhamatli dhe falem namazin drejt dhe ikini, ishim në udhtim dhe po ulmi po i tham subhanallah. A vërejtë diçka? Zutkeshje. Apo qetësinë e shpirtit e ke për qëllim? Hoq, thash po. Thash, sa klasik ky mesxhit. Sa e thjesht. Por qetësia e shpirtit është. Rahati që të vjen vetëm në shtëpitë e Allahut subhanahu wa taala. Ndoshta shkon lokalet më të shtrenjta, hotelet më të shtrenjta, por qetësinë e shpirtit nuk ka mundësi ta gjejsh. Se kur të bon veprat për Allahun subhanahu wa taala në vendet ku të ka porositë Allahu me madhru Allahun, me adhuru Allahun, në të vende ka qetësi shpirtërore. Para shumë vite ishim në haxh. Një person ishte që Allahu ja kiqel rrugët e dunjës, nivelit të lartë, kategorisë të pasurisë. Dhe pe i tham, po vjen mina, tha sa të kurbona duhet me prej, e di që më zvit flenë hotel. Tha shumë e di që ti mush me prej 20 kurbana, 30, 100, por kam qef të vish në mina. Në zalë ka flet. Dhe, në mina, ku shokon haxh. Pasi që më kalon periudha e haxhit, më thot kështu. Kam flet në hotelet më të shtrenjta në dunjë.
Por këtë gjumë që e kam bon mina këto tranat, kur se kam shiju qatë rahati, qatë knatësi. Kja është në vendet ku të porositë Allah subhanahu wa ta'ala. Të adhurojsh Allahun, të bësh ibadet Allahut, dije se është knatësia e shpirtit dhe qetësimi i zemrës. Lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na bën këto vepra që neve të na fshin gjunahat dhe të na ngritet shkallët në xhennet, se kur të fshin gjunahat, pastaj edhe zemra është më e qetë dhe më e rahatshme. Lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu të na fshin gjunahat tona. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Vepra e ditë është se njeriu të merë abdes, të merë abdesin dhe të përsos. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë në këtë hadith isbaghul wudu, me marë abdesin në formën më të mirë, të plotësume, 3 herë, vendi komplet të lahat, edhe separat që ka ardhur në kohën kur është ftoft. Kohën kur është ftoft. Se njeriu si zakon kur është ftoft, pak priton. E kjo është do thot, nëse e bën abdestin tamam si duhet, e plotson gjymtyrët ashtu si duhet, atëherë kjo është shkak dhe sebeb që të fshihen gjunahet tuaja. Për këtë në hadith që ka dhënë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thot, kush merr këtë abdest në këtë formë dhe pastaj i fal 2 rekat dhe nuk ka pas abdesit mohabet me njërin tjetrin dhe adhuron Allahun dhe çohet dhe fal 2 rekat, Allahu subhanahu wa ta'ala thotë të t'ia falet gjunat atij të cilët i ka bën. Pa a ka knatësi më të madhe se me t'i pastru dhe me t'i fal Allahu subhanahu wa ta'ala gjunahet? Ne jemi njerëz që gabojmë. Ne jemi njerëz që harrojmë. Ne jemi njerëzi që i shkelmi normat. Në mbastron nefsi, në mbastron karini, në mbastron shejtani. Ne kemi shumë armik, por rrethina. Për këtë arsye ne kena nevojë që të shtojmë ibadetet. Nuk mërzitmi me marrë me këshir një film 2 saat, a më pasit marrë në abdes, na vjen mërzimi i fal 2 rekat. Kjo është do të thotë që neve na është nxi zamra, na u ka lodh zamra. Pas namazit fars, në si zakon duhet me i botë tesmin. Përgjithësi xhamiat zbrazën, ku mbet dhikri. Shejtani pret jashtë. Shejtan për gjenove në shejtan për njerëzive. E ti si armatos. Nuk e aktivizu ti mburojën tënde. Për këtë arsye ne duhet të kujdesmi, duhet të adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Për shkak se shejtani nuk të lën, nuk të fal. A me orë ne rrim në rrjetet sociale, kurse 2 rekat, të cilët që kanë shkak dhe sebeb që i ka fal Bilali, që i ka dëgjuar trokitjet e nanës të Bilalit në xhennet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë besimtarët do të Allahu në ditën e Kiametit me ndryshimin e krave gjymtyreve të abdestit. Do të bëjnë dritë. Për këtë kush ka mundësi që sa më shumë të çon të nalt i lan, aq më shumë kanë me të bëj dritë. Ne duhet të kujdesemi në këto urdhra që na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ecja në xhami, shtumja e hapave në xhami është që ti nesër që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, personi, i njeriu i cili e ka adaptuar veten e tij duke shkuar në xhami dhe duke ardhur namazet, Allah subhanahu wa ta'ala ai është musafiri Allahut në kiamet. Allah subhanahu wa ta'ala çdo herë atij ja përgatit një vend në xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala.
Kurse për ata që dolën namazin e yatsisë dhe sabahit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë përgëzoj ata të cilët ecin në errësinë për me fal namazin me dritë të plot në ditën e Kiametit. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allahu të na bën që të zbatojmë këto 3 pika. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allahu të na shton dashurinë ndaj këtyre 3 veprave. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allahu të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon në xhenetin e tij. Wa aqimus salat.